Kohëve të fundit në Kosovë është rikthyer debati për furnizim me gaz të lëngshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se a ka Kosova infrastrukturë, a ka interesim të investitorëve të huaj dhe çfarë mund të ndikojë ky zhvillim për sigurinë energjetike dhe ekonominë e Kosovës. Në studion tonë do të diskutojmë me drejtorin ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Zoti Zeka, mirë se erdhe në studion e Radios Evropa e Lirë. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Zoti Zeka, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka prezantuar një dokument i cili trajton rolin gjithnjë më strategjik të gazit amerikan në Evropë dhe potencialin e tij për Kosovën. Çfarë përmban konkretisht ky dokument? Atëherë, dokumentin vend parë nis ndoshta me elaborimin e problematikës që karakterizon Kosovën aspektin energjetik, domethënë të sigurisë së furnizimit me energji, trajton disa prej problemeve të cilat domethënë e shquajnë mjedisin ton ose peizazhin ton energjetik, domethënë varësia nga termocentralet e vjetra, të cilat akoma bazohen me thëngjell, domethënë pjesa më e madhe e energjisë elektrike të gjeneruar në Kosovë gjenerohet nga këto termocentrale, të cilat përveç se domethënë kanë impakt negativ në aspektin e ndotjes së mjedisit, ja bashkë të stërvjetruara, kërkojnë koste të mëdha ose investime të mëdha për mirëmbajtjen e tyre dhe natyrisht janë diçka të cilat nuk janë në përputhje jo me trendet, po natyrisht edhe me kërkesat regulative të brenda Bashkimit Evropian ku ne edhe synojmë që ta antarësohemi. Mëtej, dokumenti flet për shtrirjen gjithnjë e më të madhe të rrjeteve të furnizimit me gazin e lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diçka që po e krijon ose po bëhet pjesë shumë e rëndësishme e arkitekturës së re energjetike në kontinentin e Evropës, e veçmas në pjesën lindore dhe pjesën qendrore të kontinentit të Evropës ku bëjmë pjesë edhe ne, por natyrisht edhe brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ajo që është më rëndësi, meqense po e promovojmë pastaj penetrimin e gazit të lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dokumenti flet edhe për kapacitetet e gjenerimit e transportimit të LNG-s në këtë rast nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Evropë dhe pastaj natyrisht edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Po pse po shtyhet tashmë kjo temë, zoti Zeka, a lidhet me zhvillimet globale të sigurisë energjetike? Patjetër se po, domethënë gjithçka që ka ndodhur këto vitet e fundit, prej nisjes së konfliktit në Ukrainë, domethënë pastaj edhe kjo kriza e fundit në lindjen e mesme, edhe luhatjet e shpeshta në çmimet e energjisë elektrike, po përtej çmimeve, ajo që është më e rëndësishme është edhe çrregullimet të cilat ndodhin në zinxhirët e furnizimit, në këtë rast me energji, e bëjnë më së të domosdoshme që të kthehet në diskursin kosovar edhe çështja e furnizimit me gazin e lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E di mirëfillësi që diku në vitin 2021 me ardhjen e qeverisë së re atë botë Kosova ose që institucionet e vendit i patën thënë jo një projekti të tillë i cili ekzistonte ose diskutohej atkohë edhe për cilin kishte një program i cili ishte i gatshëm të financohej nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Orientimi ynë u zhvendos në krijimin e kapaciteteve të ruajtjes me bateri, që nuk është absolutisht e gabuar, por megjithatë çështja kyçe këtu duhet të jetë sigurimi i afatgjat, domethënë po e theksoj fjalën afatgjat, vi furnizimit me energji, edhe kjo do ta ndryshonte pastaj edhe arkitekturën tonë lokale për sa i përket varësisë ekzistuese të cilën e kemi. Po sa është reale që Kosova të bëhet pjesë e zinxhirit të furnizimit me gaz të lëngshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Tash kjo puna e reales, domethënë është diçka që duhet relativizohet. Gjithçka varet nga vullneti politik në fundit. Mund të ketë ndoshta si them, mund të jemi pak mbrapa në aspektin e legjislacionit ose infrastrukturës ligjore, financimi mund sigurohet fare lehtë për këtë, por çështja e vullnetit politik është më e rëndësishme. Atë nuk i kemi parë, domethënë nuk po e shohim akoma nga ana e institucioneve ose ekzekutivit, cilin tashmë e kemi në detyrë. Besoj që një përgjigje ose një deklarim pak më i qartë për sa i përket përfshirjes së Kosovës në rrjetin e furnizimit me LNG është më së i domosdoshëm. Edhe jo vetëm në aspektin e sigurisë energjetike,
po edhe në aspektin e sigurisë kombëtare, meqense se u tha edhe gjatë aktivitetit cilin ne e kishim e ku mori pjesë edhe ngarkuara me puna ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po edhe zëvendës ndim sekretari i Departamentit të Energjisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siguria energjetike sot është siguri kombëtare. Domethënë edhe gjithë që ishin pjesë e panelit duke përfshirë edhe përfaqësuesit e bizneseve kosovare e thanë të njëjtën gjë. Këtë Kosova po dështon që ta kuptoj. Dokumenti ynë, domethënë, ka këtë titull, shfrytëzimin e gazit të lëngshëm natyror amerikan për sigurimin energjetik të Kosovës, po edhe për bashkërendimin strategjik të Kosovës me aleatët e saj. Kosova nuk ka aleat më të rëndësishëm se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë prioritet parësor, domethënë prioritet numër 1, shtrirjen e rrjetit të furnizimit me gaz të lëngshëm natyror të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në rajonin e Ballkanit ku përfshihet Kosova, po natyrisht në Evropë edhe më gjerë. Prandaj një mungesë e qartë ose më mirë them një zotim nga ana e qeverisë se Kosova do të bëhet pjesë e një infrastrukture të tillë është pak paradoksal. Dyshoni ju në vullnetin politik? Po për atë shko sa nuk ka një përgjigje të qartë, domethënë për atë shko sa nuk ka një të thënë në mënyrë eksplicite, atëherë natyrisht ka hapësirë edhe për dyshime. Ka rrezik që të përcjell fati i projektit që përmendet edhe jo, domethënë të vitit 2021? Për momentin s'paku nuk kemi një projekt, për momentin nuk është pjesë e një programi, siç ka qenë atë botë programi i cili tashmë financohet nga korporata e sfidave të mileniumit. Prandaj as nuk mund të themi që një projekt i tillë mund të dështojë ose jo, meqense nuk është më pjesë e një programi, është pjesë e diskutimi. Kjo përpjekje jona, ky dokumenti ynë është pjesë ose synon që ta bëj edhe njerë siç e thash, çështjen e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror pjesë të diskursit politik. Domethënë qoftë nga ana e atyre që tashmë janë pjesë e institucioneve të vendit apo edhe partive të tjera politike të cilat nesër mund të vinë në pushtet. Megjithatë, zoti Zeka, a ka interesim të kompanive amerikane për të investuar në sektorin energjetik në Kosovë? Gjithmonë ka interesim të tillë. Domethënë Kosova, duke qenë që është në pozitë të favorshme strategjike në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por natyrisht edhe u lidhse ndërmjet disa kontinente dhe porteve të rëndësishme ku edhe ndodhen këto terminale të LNG, siç është për shembull porti i LNG-s në Greqi, edhe rrjedhimisht mund të jetë edhe si zonë gjeografike përmes cilës mund të kalojnë pastaj edhe tubacione që mund të shtrihen edhe në pjesët e tjera të Evropës, por që do të thotë që mund ka interes të kompanive amerikane. E që është me rëndësi të theksohet gjithnjë është që ka edhe gatishmëri të institucioneve financiare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç është rasti me korporatën financiare zhvillimore, ose siç e referohemi shkurtimisht si DFC, domethënë ne në muajin prill kur kishim konferencën e investitorëve amerikanë, kishim këtu një zyrtar të lartë të DFC, i cili jashtë seancave të konferencës mbajti edhe një prezantim me kompanitë kosovare në hapësirat e odës amerikane edhe ku foli për mundësitë e tilla, pra të financimit të projekteve energjetike. Ajo që ka mungon, pastaj e që ka natyrisht investitorët amerikanë të tjerët ndërkombëtar gjithnjë e kërkojnë, është qartësia. Qartësia ligjore, domethënë rregullimi i kornizës rregullative, diçka që tashmë vendi duhet fokusohet më tej, para shkosa ne jemi natyrisht serioz që ta bëjmë këtë realitet. Po çfarë konkretisht duhet të bëjë qeveria për këtë çështje? Po domethënë prej asaj të thënë në mënyrë eksplicite, pra prej dhënies së zotimit se Kosova do të bëhet pjesë e këtyre nismave. Domethënë ne nëse mund të zhvendosit diskutimin veç pak jashtë kësaj pyetje, domethënë ne çfarë kemi parë ditëve të fundit është një deklarim gjithnjë e më i shprehur i zyrtarëve të qeverisë për gatishmërinë e Kosovës që të fokusohet në projekte të gasifikimit. Ne në odën amerikane besojmë që ky synim nuk duhet ta përjashtoj një opsion tjetër strategjik, siç është në këtë rast furnizimi me gazin e lëngshëm natyror. Domethënë ne kemi thëngjell, kemi rezerva të bollshme të thëngjillit, të cilat përmes proceseve sintetike ose tjera mund
të shndrojnë këtë në një gaz, domethënë ne kemi lëndën e parë prej cilës mund të rrisim të krijojmë vlerë të re, por megjithatë ky opsion nuk e zavancon opsionin e tjetër. Ne kemi parë disa shtete të Ballkanit Perëndimor, nuk do t'i përmendi me emra, ashtu që pastaj të nxjisë ndonjë konotacion negativ, të cilat i kanë thënë po gazet amerikanë, edhe në këtë mbledhjen që është mbajtur në këtë aktivitetin që është mbajtur në muajin shkurt, i cili ka domethënë është organizuar nga trupa që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njihet si Këshilli i Dominimit Energjetik i Shtëpisë Bardhë, ku gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, domethënë janë zotuar përjashto Kosovën, domethënë në mënyrë eksplicite që të diversifikojnë burimet e tyre të energjisë. Disa prej këtyre shteteve të Ballkanit Perëndimor, fshin tonë, natyrisht kanë thënë për atë kohë sa ne na lejohet që të përdorim edhe linjat ekzistuese të furnizimit me gaz prej shteteve të tjera, domethënë jo me do e mos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne në një farë mënyrë kryeneçe pa dhënë shumë argumente, pa ose pa analizuar këtë prej një perspektive më gjithë përfshirëse, po i themi ne kemi thëngjell cilin mund ta gasifikojmë, nuk kemi nevojë për burime të tjera. Krijimi i varësisë në një burim të vetëm energjetik natyrisht që ka qenë problematik edhe në Evropën para shpërthimit të konfliktit në Ukrainë, por natyrisht edhe për shtetet të tjera të cilat zakonisht varen nga një burim i vetëm, e pastaj në raste të krizave këto burime të vetme, rregullimi i furnizimit për këtyre burimeve të vetme po krijon probleme nga kjo varësi. Por a ka rrezik që një projekt i tillë të jetë i kushtueshëm për ekonominë çfarë ka Kosova? Natyrisht, investimi, domethënë duhet jemi realist, investimi në projekte të tilla kushton, domethënë as më tepër se Kosova nuk i ka infrastrukturën fizike, gjithë flitet për një linjë e cila ka ekzistuar para masave të dhunshme, domethënë para viteve të 90-ta, po nuk dihet nëse e njëjta funksionon ose jo. Kështu që supozohet, domethënë u tha edhe nga ana e përfaqësuesve të institucioneve që Kosova realisht nuk ka infrastrukturë të fizike, që i bie që investimi ndoshta duhet bëhet që nga fillimi. Kjo kushton, po ajo që kushton më tepër domethënë është pasiguria në furnizim. Domethënë po flitet tashmë këtyre ditëve që në 5 vitet e fundit Kosova ka importuar energji në vlerë prej më shumë se 1 miliard euro, edhe natyrisht cila është më rentabile, cila është më fizibile, cila rrugë pra është më fizibile në cila duhet të ndiqet. Nëse mund të kthehem sërish në kohë në vitin 2021 kur nga Kosova u tërhoq njëri prej investitorëve që deri atë kohë deklaroi që do të ishte investimi më i madh i ndodhur ndonjëherë i huaj edhe i sektorit privat në vend, ai për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, domethënë për shkak se aktet politik cilët atë botë po e merrnin pushtetin i kishin thënë jo një projekti të tillë, edhe pastaj për te humbjes së mundësive në krijimin e kapaciteteve të reja energjetike, Kosova humbi edhe disa miliona euro si pasojë e humbjes së rastit në arbitrazh nga padia e cila ndodhi nga ky investitor. Për te këtyre humbjeve, ajo humbja më e madhe domethënë është që ne edhe sot e kësaj dite, domethënë 5 vite më vonë, pa i numëruar këtu edhe vitet e paraprake në përgatitjen e atij projekti, domethënë edhe investimet që ishin bërë edhe nga USAID atko, domethënë Kosova po dështon në ofrimin e një sigurie të furnizimit edhe për bizneset, domethënë për industrinë gjithnjëherë në rritje në vend, por natyrisht edhe për konsumatorët, edhe po mbesin të varur nga importet. A dini ku është paradoksi më i madh? Domethënë që ne për momentin derisa po flasim institucionet e vendit po investojnë në rehabilitimin e termocentralit ose njësive të termocentralit Kosova A, qindra miliona euro. Domethënë po ta kishim tashmë termocentralin Kosova e Re, do të mund të flisnim për dekomisionimin ose mbylljen e termocentralit Kosova A, por realisht për ashtu sa ai nuk ka ndodhur, domethënë ne shpenzojmë qindra miliona euro në rehabilitimin e njësive të cilat tashmë do duhet të ishin të mbyllura. Kjo është kostoja më e madhe. Këtë kosto asnjëherë nuk e masim edhe nuk flasim për te. E mira është që domethënë
Për te investitorëve amerikanë për cilët ju pyetet më herët, ka edhe interesim nga ana e kompanive vendore që të bëjnë investime të tilla në infrastrukturën e gazit, por megjithatë mbrapa këtyre nismave, mbrapa këtyre përpjekjeve duhet të jetë mbështetja e institucioneve të vendit në krijimin e kornizës ligjore regulative, po natyrisht edhe në ofrimin e sigurisë juridike, gjë që është ndoshta aspekti më i rëndësishëm. Sa do të ndikonte domethënë gazi i lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe largimin nga varësia e importit të energjisë elektrike, po dhe tek stabilizimi i çmimeve të energjisë? Tash, ajo çfarë do të mund ku do ta kishte rolin më të theksuar furnizimi me gaz të lëngshëm natyror, është pikërisht ofrimi i stabilitetit. Domethënë raste të çrregullimeve, siç po ndodhin gjatë muajve me temperatura më të ulta, domethënë ose në raste të konflikteve të ndryshme në Evropë, kur çmimi i energjisë elektrike po ngritet në masë të jashtëzakonshme, është që do të vutej në funksion pastaj ky termocentral i cili do të kishte për burim gazin e lëngshëm natyror, sa për të balancuar kërkesën në rrjet, po ajo që është më rëndësishme edhe një herë përsëris për shkak të termocentraleve tona të stërvjetruara dhe nevojës për remont të shpeshtë të tyre, këtu do të mund të futej sërish ose do ta kishte rolin e saj këto njësi gjeneruese të cilat do të kishin për bazë ose për burim gazin e lëngshëm natyral. Nëse vendoset për një projekt të tillë, sa kohë nevojitet deri në funksionalizimin e tij? Po disa janë pak më shpresdhënës, përmendim periudha si 2-3 vjeçare, po le të themi që ndoshta në një situatë pak më optimale, besoj që periudha nevojshme po të niste sot do të ishte diku deri në 4 vite. Nga cili shtet është me lehtë lidhet Kosova? Me cilët të pacion? Është Vlora? Për shkak se tash jemi pak më pragmatik në këtë aspekt, domethënë në aspektin strategjik edhe për shkak të lidhjeve të jashtëzakonshme të cilat Kosova i ka me Shqipërinë, natyrisht që Vlora dhe terminalet e tjera që mund ndërtohen të ardhmen në Shqipëri do të ishin më të përshtatshme. Në aspektin pragmatik ose praktik për shkak të afërsisë gjeografike, edhe për arsye se tashmë Republika e Maqedonisë së Veriut ka nisur domethënë investimet në zhvillimin e infrastrukturës së saj, e shoh më të shpejt realizueshme lidhjen përmes portit të Greqisë, në Greqi, domethënë edhe përmes territorit të Maqedonisë së Veriut. Por, domethënë asnjëherë duke mos thënë se ky duhet të jetë orientimi vetëm dhe mos shihen mundësitë e tjera. Pozicioni gjeografik i Kosovës i lejon asaj që të bëj, domethënë të krijoj lidhshmëri ose të diversifikoj edhe infrastrukturën e saj të furnizimit me gaz. Dhe pyetja e fundit, zoti Zeka, cilat janë përfitimet konkrete që do përfitojnë bizneset lokale? Domethënë siguri në furnizim, që është ndoshta aspekti më i rëndësishëm, amortizim më të lehtë të kostove të ngritura, sidomos në raste kur ka luhatje të çmimeve në tregjet ndërkombëtare, edhe natyrisht, domethënë ajo që e kemi thënë, domethënë gjithmonë një burim i brendshëm, domethënë vendor i energjisë elektrike, i cili pastaj as nuk i pengon biznes, ose nuk e ndërprem punën e bizneseve dhe natyrisht e bën edhe veprimtarinë e tyre, edhe prodhimet e tyre më të sigurta. Unë harrova të përmend, kështu që nëse më lejoni krejt në fund, domethënë është edhe ajo që njihet si CBAM ose mekanizmi i rregullimit të kufirit të karbonit, një masë e cila tashmë ka nisur të zbatohet nga ana e Bashkimit Evropian dhe i cili vendos taks në produktet e vendeve të cilat ose produktet të cilat janë krijuar ose ku vrehet një gjurmë, ashtu siç thuhet në ndikim më i madh i energjisë krijuar nga karboni ose burimet fosile, në këtë rast nga thëngjilli. Sa më pak që ne, domethënë që bizneset kosovare furnizohen nga një energji e tillë elektrike me ndikim të lartë të karbonit, siç është rasti me Kosovën, me qenë se pjesa më e madhe e energjisë gjenerohet nga burimet fosile, aq më pak taks eksportet tona ose prodhuesit tonë do të detyrohen të paguajnë në rastet kur ata synojnë të plasojnë produktet e tyre në Bashkimin Evropian. Zoti Zeka, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve për mundësinë.